Të dashur miq, mirëmbrëma. Mirë se vini në kanalin e YouTube-it në besim me Naser Selmanin. Sonte të ftuar kemi profesorin e historisë Zeqiria Idrizin. Profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Në fillim dua t'ju pyes lidhur me qëndrimin e politikës maqedone ndaj gjuhës shqipe historikisht nga formimi i Maqedonisë vitin 45. Tani gjykata kushtetuese është duke kontestuar apo duke rishikuar ligjin për përdorimin e gjuhëve, ndërsa Ministria e Drejtësisë ende pa u marrë një vendim mohon të drejtën studentëve të mbaruar të juridikut të japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Pse ky qëndrim mohues konstant i politikës maqedone ndaj gjuhës shqipe? Faleminderit. Fillimisht dua të them vetëm diçka në lidhje me pyetjen të cilën do të parashtruat ju. Kështë në pyetje vetëm ajo, është në pyetje se fillimisht ju e dini bukur mirë që nga viti 1944 andej, me thënë u formu një farlloj brigade e quajtur Maqedono-Kosovare. Dhe e dim bukur mirë me thënë se nga ajo kohë, edhe këndej, në 45-ën kemi një Maqedoni 3. Dhe në atë Maqedoninë e re e dini bukur mirë përsëri të them se ka një element të fuqishëm shqiptar. Dhe Maqedonaset e din bukur mirë që ekziston populli shqiptar. Është në trojet e tyre. Këtë e din shumë bukur. Mirë po, për të mbijetuar ata, e bëjnë këtë të cilën do të bëjnë në mënyrë spontan gjithmonë. Dhe me thënë edhe e përsërisin dhe e ripërsërisin. Qëllimi është për arsye se këto në fakt janë pjesë e elementit serboslav, të cilët do të marrin mësime nga Beogradi, të cilët e sjellin në Shkup. Pikrisht këtu desha t'ju pyesë në idenë e maqedonizmës apo idesë formimit të një shteti të Maqedonisë, janë të pranishëm dy koncepte. Koncepti i parë është ai i para luftës së dytë botërore apo nga rënja e perandorisë osmane është Maqedonia si Zvicra në Ballkan, i organizuar me kantone, ku gjithë kombet e Maqedonisë kanë gëzojnë të drejtat e tyre. Ndërsa pas luftës së dytë botërore, me që Maqedonia pavarësohet apo bëhet shtet në kuadër të Federatës Jugosllave, ka një qëndrim krejt tjetër. Ju besoni se ndryshimi i këtij kursi është për shkak të ndikimit të Beogradit ndaj politikës maqedonës? Pikrisht duhet të them diçka tjetër në aspektin historik. Maqedonasit me krijimin e shtetit të tyre do të filluan njëherë paraprakisht të bëjnë falsifikimin e dokumentacioneve arkivare. Dhe këtë do të filluan ta plasojnë në publik ose në shtet, duke reklamuar dhe duke mësuar se gjoja se ato janë vazhdues të Maqedonisë vjetër. Dhe duke e marrë një ndër figurat më të shquara të saj, do me thënë Lekën e Mat apo Aleksandrin e Maqedonisë. Dhe deshin të ndërtojnë, do me thënë një histori të rrejshme, do me thënë gjoja se slavizmi është kryekput në Ballkan, a në anën tjetër, në të gjitha librat slave dhe tjera, slavët janë të ardhur në gadishullin ballkanik. Një ndër ato fise të cilat e kanë banuar Maqedoninë janë smoljanët, trumljanët, brsjakët dhe dragovitët, të cilët kanë ardhur në shekullin e 7-8 era e re. Do të thotë se duke u thirrë në mesjetën e cila është një mesjetë realisht jo vetëm për ne, por për gjithë Ballkanin, është mesjeta e errët. Me thënë, nuk i kemi dokumentet që duhet, do me thënë, dhe t'i lexojmë ato dokumentet dhe për ta shkruar një histori reale dhe drejt. Maqedonasit realisht janë, mos them kështu, një pjellë e Jugosllavisë re e Titos, të cilët kanë lindë në vitin 1945. Qëllimi ka qenë i asaj, do me thënë se të bashkohet të jetë shqiptarët dhe maqedonët me një shtet.
kur kanë kuptuar se elementi shqiptar është shumë më i madh, atëherë do të marrim pjesën e Kosovës ja bashkangjesin Serbisë dhe pjesën me Maqedonisë, do të thënë perëndimore ku janë shqiptarët me shqiptarët dhe maqedonasit krijojnë një shtet. Dhe këtu do të japin përparësi, Partia Komuniste jep përparësi. Dhe kjo përparësi më e madhe do të ndodhet në vitin 1948 me Inforbiron, ku u burgosën me qindra shqiptarë për cilët do të u larguan nga sistemi. Dhe e logaritni shqiptarët duhet të logaritni vetëm një popull buqësor. Nuk janë pa shkollë, me thënë nuk ishin të drejtën e shkollimit, dhe në këtë formë, me thënë, ata u forsuan me politikën sërboslave apo me politikën e Partisë Komuniste të Jugosllavisë dhe krye këtë do me thënë politikën serbe në Maqedoni, e cila realisht si pretekst i kishte për të kontrolluar, do me thënë gjendjen shqiptare në Maqedoni ishin maqedonasin, ndërsa vetë ata i kontrollonin tërë Kosovën. E ka përdorur politika serbe Maqedoninë si poligon për të eksperimentuar. E them këtë për një arsye shumë thjesht. Në vitin 81 në Prishtinë organizohen protestat e studentëve. Dhe represioni pas atyre protestave është shumë më i madh apo shumë më i ashpër, shumë më i egër në Maqedoni se sa në Kosovë. E testoj politikën e vetë Serbia në Maqedoni, që pastaj pas vitit 91 të shese si do reagojnë shqiptarët kur do të aprovohen të drejtat e tyre kushtetuese. Do të them se mban kjo pyetje juaja për arsye se në vitin 1953 deri në vitin 1966 Maqedonia ka qenë poligon i shpërnguljes së shqiptarëve për në Turqi. Fjalën kur e përmende poligon ka qenë. Për arsye se gjithë shqiptarët, të cilët duhet të shpërnguleshin nga trujt jugoslave, faktikisht ishte poligon Maqedonia, gjithësisht do me thënë Shkupi ku duhet të miren dokumentet për të shkuar, do me thënë, për në Turqi. Dhe një pjesë bukur e madhe e atyre të cilët do të shpërnguleshin nga Serbia jugore e sotshme, të cilët u vendosen në Maqedoni, u vendosen në rrethinat e Shkupit. Dhe e dini bukur mirë, do me thënë se nga fshati më i madh i Jugosllavisë atëhershme Tërnavci, ke një numër të madh të shqiptarët të cilët ngelen në Shkup. Nuk mundën të sigurojnë dokumentacionin dhe pjesa tjetër do të shkojtë. Dhe kështu që Maqedonia gjithmonë ka qenë një test ku duheshte ta provoj politikën e vet edhe serbët, do me thënë, dhe e din bukur mirë në elaboratin e Vasa Çubrollovicit, Ivo Andrićit edhe të tjerëve, dhe e din bukur mirë ku thuhet në qoftë se të don të detyrojsh dhe të formosh shtetin tënd të aq bukur dhe ta forcosh, vështirësoja jetën e shqiptarëve. Vështirësoje jetën e tyre, si në aspekt ekonomik, pastaj do të ndikosh në aspektin politik. Gjithsesi, çfarë do të thotë kjo? Do bësh një farë lloj diplomacie të brendshme. Cila është ajo? Të vret natën dhe vind të qanë ditën. Dhe kjo ka ndodhur. Ju dini bukur mirë që në ato vite që folet edhe ju, ne kemi edhe prishjen e mureve. Çka u pengojshin muret? Po jo, muret gjoja se ata i paraqiten jo si një intimitet familjar, kupton? Por ata i paraqiten muret si një kështjell, mbrojtje kundër slavizmit, që s'kishte bëjmë ata. Po qëllimi ishte vetëm ajo që të nxit popullatën shqiptare, të revoltohet ajo, edhe pastaj këto të mendoj faktikisht të ndikojnë, dhe me tha, dhe të, si të them kështu, në fakt me njerë të intervenojnë me fuqinë e tyre që të detyrohen shqiptarët, dhe me thënë, të shpërngulen, se jashtëzakonisht se këtu nuk ka, dhe me thënë, me këtë sistem me këtë popull nuk jetohet. A gjithmonë flitet për një vëllëzërim, për një jetë, me thënë, të përbashkët, gjithmonë flitet për atë, a e kundërta veprohet dhe punohet. Por, më e keqja, vetëm të dëshë ta them, më e keqja ndër ne, është ajo se ne nuk e kemi kuptu parullën e vjetër romake, që ka ndodhur edhe me ilirët tanë. Dividi et imperi, për çaj e sundo. Kjo është e keqja më e madhe e jona, se ne jemi të përçar mes vete.
Dhe kjo përçarje ndikon jo vetëm në të një pjesë e popullatës, po duhet të them që në familje. Kjo është fut më në familje dhe realisht ne mendojmë që e kemi kuptu fjallën demokraci, a lidhje nuk kemi me fjallën demokraci dhe nuk e kuptojmë sistemin demokratik që ka do të thotë. Sa ti do të kesh, mendoj, harmoni, nuk është toleranca, po është harmonia. Harmonia dhe toleranca kanë dallim të madh. Se kur ti e diku, burgo ta tolerosh dike. Nga pavarësia e Maqedonisë, kanë kaluar 35 vite dhe si duket establishmenti i këtij shteti ende nuk është gati që të braktisë politikën e vjetër serbe ndaj shqiptarëve. Insistimi apo zbatimi konsekuent i kësaj politike nga establishmenti maqedon është një farë sinjali për t'i dërguar Beogradit se ende janë lojal ndaj politikave të tij? Pikrisht është ajo për arsye se të njëjtën ide e kanë. Edhe serbët, edhe maqedonasit. Njëjtën ide e kanë. Por ana tjetër, Keni fjellën për politikën maqedonase. edhe politika maqedonase, por duhet të kuptojmë edhe diçka tjetër. Nuk është vetëm kjo si një problem, po problemi është edhe në aspektin civilizimit, në aspektin e kulturës. Dhe realisht, gjithmonë thuhet se neve nuk na pengon. Po, pikrisht, unë e shoh që nuk na pengon, nuk pengon. Ti nuk të pengon gjuma, po ti të pengon elementi shqiptar që ekziston dhe që jeton, dhe me thënë, në Maqedoni. Por, dua të them dhe një porosi kështu. A u shkon ndërmend se pa këtë element nuk mund të ekzistojë edhe vetë Maqedonia? Dhe mund me bindje të thellë e them, shqiptarët janë ata të cilët e mbajnë Maqedoninë shtet. Shqiptarët janë pikrisht, shqiptarët janë ata të cilët e mbajnë Maqedoninë shtet. Sulmon pikrisht shqiptarët. Sulmon për të mbijetu vetë. Dhe gjithmonë fut përçarjen në mesin tonë te ata njerëz të cilët nuk e kuptojnë se ajo përçarje faktikisht na dëmton vetëm neve. Po ne i kemi ardhur deri në atë shkallë. Një njeri, një parti. Ne kemi formu nuk e dim sa parti. Ne nuk jemi në gjendje të ulemi në mënyrën më të mirë të mundshme të rrahëm problemet. Ne kemi një xhelozi të tipit negativ. Xhelozia e tipit negativ çon tradhti. Dhe ta lexosh. Unë nuk e kam lexu, po e kam dëgju nga vetë Nusret Plana. Çka do të thotë 22.000 spion të i ketë Kosova. Ku na çon kjo? A kemi akademine? A ka akademi, bre? Në qoftë se akademikët tonë llogaritë babat kombit, çfarë pune janë të bë? Qoftë se llogaritën. A unë besoj që llogaritën, mendoj baba i kombit është akademia e shkencave të arteve, që bëjnë gabime të fund dhe kry, dhe me thënë shkencore, që është më e keqja të historie popullit shqiptar, pjesën e parë, të Ilirët, ku ka pas në atë kohë, kallëzoni, më tregoni mu, ku ka pas në atë kohë gadishull ballkanik, Ballkani përmende shekullin e 18-19. Atëherë ne kemi gadishull ilirik, ati flitet për emra të lumejve, të qyteteve të slavizume sot që i kanë emrat e soqat. Lumi Vardar. Ku ka lidhje Vardari në atë kohë? Ku a përmend fjala Vardar atëherë? Ku a përmend fjala shembull tonat gadishulli ballkanik? Ballkani Jugar, Ballkani Perëndimor. Ato janë gadishulli ilirik. Por në historinë e popullit shqiptar, pjesën e parë që këto i ke. Që këto i ke. Mund të lirisht që këtu e ke. Problemi është më i madh tek ne, që ne u nështrohemi provokimeve të huaja.
Ne, realisht, vinë deri ajo mund të themi se ne shumë shpejt e kapim si me magnete të rhekim renën. Na vinë mirë rena. Kur na renë na mashtron dukush, ne themi kënaqemi. A realitetit nuk i besoj. Realiteti është kjo, gabimet ne duhet, pse mësohemi gjithmonë të mësohemi nga gabimet tona? Pse nuk marrim pak shembujt e tjerë? Qofse ai vepron në atë mënyrë, po ti pse hesht? Pse s'vepron? Pse s'punon? Pse s'ecën përpara? Po pse gjithmonë duhet të merresh me problemin e tij? Sa herë që hudhen ai një problem tek ti merresh vetëm me atë problem. Le, ec përpara, ec këndej. Në qofse një parti politike në pushtet nga prosperiteti është e qartë se kryeministri Mickovski e aktualizon këtë çështje në një mënyrë për të provokuar shqiptarë, se e din se do të shkaktoj reagimin e shqiptarëve. Cili është motivi i këtij provokimi që bën dhe çfarë qëndrimi duhet të kenë partitë shqiptare ndaj kësaj? Realisht, unë duhet ta kuptojmë edhe diçka tjetër. Ne jap paraprakisht në aspektin shtetëror, statistikat shtetërore, s'kemi asgjë, me thënë, reale dhe të vërtet. A je 20%, a je 30%. A je më shumë, a je edhe e më pak. Nuk i kemi ata. Në vitin 1980, si pas gjitha statistikave, dhe me thënë ti ke qenë dikundi mbi 400.000 banorë shqiptarë. Mbi 400.000. Që llogaritet, po që se edhe një 100.000 të tjerë të cilët do të thotë nuk kishin dokumentacione të asaj kohë atëherë, llogaritet dikundit e 666.778 banorë shqiptarë në Maqedoni. Por ka diçka tjetër. Kur e kam shkruajt librin Pozita e shqiptarëve të Maqedonisë pas luftës së dytë botërore, kam shkruar në riasetin e Bashkisë Islame të Maqedonisë. Kam kërkuar një numër të parapaguesve shqiptar apo musliman, më mirë të them kështu, parapaguesit musliman që janë pjesë e Bashkisë Islame. S'kemi. Parapagues është, numër s'ka. Shka te arkiv nuk kanë. Tash duheshte të miftinit s'kanë. Në qoftë se ai mifti, ose ai hoqi fshatit, ose dikush tjetër, për lindjen e fëmijut, për t'i bo një dova, për t'ja vu një emër, ai ber pare për atë. Nuk e regjistron. Martesat nuk regjistrohen. Ka shku ka bo dova në martesat, nuk e regjistron. Pare ka marrë. Bën lloj ceremoni shfetare, asku nuk janë të me thënë të marrësh një numër komplet sa ka banor, dhe me thënë sa ka parapagues musliman. Si ke? Me qka? Atëherë ti do të ulesh dhe do të shkruash. Me hamendje? Jemi kaq, jemi qaq? Me politik rrenjshme që e rrejnë vetë vetën? Ja. Prandaj thash, nga prosperiteti, çka dori prosperiteti? E la, vazhdoje këtë bërqe kalone? E more ti, vazhdoje ti. E la PDSH-ja, vazhdoje ti. E la BDI-ja, vazhdoje. Mos kthe prapa. Pse shkon brapa? Ec para. Në qoftë se je i ati gjaku, i asaj ADN-je, atër vazhdoje. Pikrisht këtë po e bën edhe Vleni dhe fatkeqësisht edhe qeveria e Kosovës. Ata thënë se gjuhë shqipe nuk është zyrtare dhe ne s'kemi çfarë humbim nëse shpenzohet ligji. Do thoja vetëm një diçka. A është gjuha shqipe zyrtare apo nuk është gjuha zyrtare shqipe? O, shqiptar ka. Shqiptarët janë zyrtarë. Ne jemi zyrtarë në toka tonë. Ma zyrtarë se ajo, unë nuk e di, vetë Lazar Kolishevski thot, kur niset prej Shkupi këndej, thot, a hinëm Shqipëria? Ja, marja, nuk je Shqipëri, je në Maqedoni, hendet ti, po, shqiptarë janë ta. Mendoj kë Cervenkovski, kërse Cervenkovski e thot te. Duhet të them që gjërat ne duhet t'i shofëm ndryshe. Ne
Mendoj, Si duhet sillen partitë shqiptare në këtë rast? Partitë shqiptare një paraprakisht duhet të sillen në këtë mënyrë që unë mendoj, kjo është mendimi personal i jemi, që nuk duhet fyj kërken. Pa një bashkëpunim midis shqiptarëve, s'ka parti shqiptare. Shqiptarët dhe partitë shqiptare njerë duhet të bashkëpunojnë, të mbajnë një kuvend të përgjithshëm partive shqiptare. Kuvend. Cila parti ka të drejtë, cila mendon ka program më të mirë, pse mos e përkrahësh atë program? Programi përkrahe, po ti luftoje në qoftë se ai bën gabime që ta fitosh mandatin që do të vijë, domethënë bazë të lëshimeve që do bëjnë ata. Ajo, ne kritikohemi mes vete, merrem me vetveten, edhe pastaj tjerët e di si mund ta thunë ajo. Lirisht mund ta thunë, po ju një me një s'merreni vesh, çka kërkoni për nesh? Çfarë don për ne? Pse ne duhet të kërkojmë të drejtat të Maqedon, të serbët? Të drejtat janë Zotit në ka falë leva të drejta. Dhe ne duhet t'i mbrojmë ata, jo t'i kërkojmë. Ne duhet të avansojmë, jo të kërkojmë. Prej kuj lipi? Prej kuj lipish? Kush është ai që t'jep? Cili, tregom cili t'jep? Ti lipëna, derisa je lips, asnjëherë zotnis do jesh, se ti lips je. Si vlerësoni qëndrimin e shteteve shqiptare, Shqipërisë dhe Kosovës? Shqipëria thotë se nuk guxon të bëhet një hap pas nga ajo që e ka garantuar ligji aktual për përdorimin e gjuhës, ndërsa kryeministri i Kosovës ka qëndrim kritik. Dëgjosh, edhe shteti shqiptar, edhe kosovar kanë mendime politike një partijake, nuk kanë mendime politike kombëtare. Kur e them këtë, për arsye se Akademia e Shkencave të Arteve të Njënës dhe tjetrës nuk i ka çuar një elaborat. Veprosh dhe të punosh kështu. Si ka çuar. Ne ende mbyten partitë tona, njerëzit tonë me lidhjen shqiptare të Prizrenit, me kuvendin e Prizrenit. Kuvendi i Prizrenit ka 1878, implementohet. Por ta implementuar, por t'i ruajt tokat shqiptare. Në qoftë se ne jemi ata, që thirrën se jemi shqiptar, ka një thënie mjekësore thot kështu, qoftë se një pjesë e trupit të dhëm, tërë trupi është i smur. Duket se ne nuk jemi smur. Nuk jemi smur. Ne njëri tjetrin e sulmojmë. Përzjena në politikat e njëri tjetrit, dhe me thënë, edhe pse jemi në 3 shtetet të fuqishme. Kur themi 2 shtetet tona, po dhe ne shqiptarët e Maqedonisë, po ku janë shqiptarët e Marizi, ku janë Greqi, se e nalte poshtet, mos flasem atë. Me thënë, problemi është në mesin tonë, nuk duhet kërkuar të tjerët. A në qoftë se ti don ta dish se çka punohet shpinë tënde, dil pit kojshit. Neve kojshit janë tu na dirigu se çka bëjmë ne brenda. Pse? Se ne, do me thënë, ka një proverb popullore, thotë, po që se lind tradhtari, thotë, mos u shtoft. Nuk mos u rrit, më fal. Inshallah nuk rritet, thotë. Ka lind, ama inshallah nuk rritet. Po që se rritet, thotë, Zoti mos e shtoft. Po neve na shto. Kush ka fajtë? Ku qëndron faj? Faji, do me thënë, duhet të kërkuar në mesin tonë, në shtëpitë tona, në vendin tonë, dhe partitë tona politike, në qoftë se do t'i harmonizojnë qëndrimet që ka janë kombëtare, atëherë nuk do kemi problem. Do flitet për këto qëndrime si punojnë tjerët, bre, nuk ka nevojë punosh më shumë. Si punojnë tjerët, shtetet tjera, si punojnë shtetet tjera, mendoj që i kemi rreth e përçar, ashtu duhet punojmë edhe ne. Nëse ne duhet drejt, do thotë shteti shqiptar, se në mënyrë kështu obligative është Shqipëria ajo që ka borxh ndaj nesh, sepse është shteti jam dhe ka obligime kushtetuese. Ju mendoni se Shqipëria do të ndrojë politikat ndaj shqiptarëve të Maqedonisë, ndaj Maqedonisë? Ka qenë Maqedonia e përgdhelur deri tani nga politika zyrtare e Tiranës? Dëgjoj, zoti Naser, fjalë kemi boll. Fjalët i kemi të mëdhaja. Premtimet i kemi të mëdhaja boshe. Në vitin 2012,
në qendër të Shkupit, e dini bukur mirë se çka tha dhe çka deklaroi Sali Berisha atë? A e dini çka deklaroi zoti Fashi? S'na mungojnë fjalë, po na mungojnë. Deklaruan shkuun, ngelëm ne këtu. Atë çka bëm, partia në pushtet atëherë, mendoj, u bë çka u bë. Erdi një farë lloj fryme, sa do pak e mirë. Sot ku jemi? Kush i ka fajet? Prap që ato dy shtetet që me përmendan ju. Pse? Po ju dini bukur mirë në zgjedhjet parlamentare çka na ndodhi me ato dy shtete, me dy politikanët e tyre, me dy kryeministat e tyre. Të ndarë për qarë. Kush na ka faj? Njeni për kratë e njenën, tjetri për kratë e tjetrën. Kush humbi? Ne. Ne humbi. Kush humbën sot, tregom ti mu shembull, vetëm me marrë si shembull. Kush humbën sot? Amerika apo Arabët? Apo Azia? Ekonomia aziatike shkatrohet. U shkatrohet ekonomia amerikane. Irani kë shkatron? Shkatron shtetet rreth e përqark vetvetes, bazat e amerikanëve që i ka aty. Ne shkatrohemi vetë. As kërkush nuk na ka shkatru, vete kemi shkatru. Ne jemi nda vetë, ne jemi përqa vetë. Edhe më në fund, çka do themi, kemi gabu. Çfarë kemi gabu? Kjo neve do të na ndodh gati se e di sigur. Politiki e gabuar si kur batoni Breuk dhe batoni Desediat dhe piu, do me thënë ishin 3 komandant udhëheqës kryesor të kryengjiqjes madhe ilire, ku romakët filluan të bërtasin në Romë Illyricum ante portas, ilirët te porta e Romës. Po kur tradhtoi batoni, populli dhe kryengjiqja ilire si të them kështu, një herë e për gjithmonë do të ushua. Edhe më në fund, çfarë do të thotë batoni? Tiberit, perandori Tiber, preje kokën time Tiber, kurso e populli se luftuan në komandën time, çfarë dhe kurseje? Shkoj ma, ushua ajo pengritja, çfarë kursimi? Edhe kjo sot, ne dale letripje falje, qatë dutit, njeni ose tjetri, po çka, pësuam ne, populli pësan, të drejtat tona, elementare, të nuk mund të gëzosh. Profesor, faleminderit shumë për bisedën. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ishte e jona. Shikues të nderuar, biseduam me profesorin universitar Zikiria Idrizin, trajtuam çështjen e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në një aspekt tjetër, jo juridik, po në aspektin politik dhe historik. Pse gjuha shqipe në Maqedoni historikisht kontestohet dhe çfarë qëndron pas kësaj politike. U përpoqëm të analizojmë, urojmë që kemi hedhur pak dritë mbi këtë çështje. Unë ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët dhe miru pafshim.